Futbollistët shqiptar prej vitesh janë bërë protagonistë në futbollin italian pasi janë të shumtë ata që luajnë në kategoritë të ndryshme të tij, që nga Serie A dhe deri te amatorët. Pikërisht nga kampionati i Serisë B vjen një statistikë shumë interesante. Rezulton se golat e shënuar nga futbollistët shqiptar janë të dytët nga numri sa u përket kombësive në Serinë B. Kuptohet që vendi i parë u përket italianëve, të cilët kanë shënuar 175 gola, ndërsa në vendin e dytë janë lojtarët shqiptar, të cilët kanë tundur 13 herë rrugën e rrjetës deri tani. Binjakët Shpendi dhe Silvio Mercai kanë shënuar nga 4 gola secili, ndërsa Marvin Çuni hapi pak ditë më parë llogarinë e tij në këtë kampionat ku vesh fanellën e Sampdorias. Ky numër golash lë pas Franca në vendin e tretë me 10 gola të shënuar nga lojtarë që kanë kombësinë e saj, si dhe Argjentinën që mban vendin e katërt me 7 gola. Më pas vijnë më radh Portugalia me 6 gola dhe Ukraina me 5 gola.